Përshëndetje, si quheni? Përshëndetje edhe për juve, unë jam Adriatik Lugici, jam pjesë e shoqënisë civile në Kosovë. Është kënaqësi atëherë që jemi ne sonte që të diskutojmë bashkë rreth problematikave dhe vështirësive që trijnë t'i hasim rreth shëndetit mendor. Si mendon, cilat janë vështirësitë më të mëdha që i ndeshni edhe konkretisht ju si meshkuj dhe sa ndjeni të paragjykuar rreth shëndetit mendor në Kosovë? Realisht për shkak të punës të cilën e bëj, kam pas mundësi për me po prej afër problemet e shëndetit mendor që trit tani kanë. Edhe mundem me thonë që një dozë e madhe e tyne kanë paragjykime prej shoqënisë në raport me ndihmën të cilën e kërkojnë në raport me shëndetin mendor. Trit tonë, ose të paktën atë që kam pas mundësi me po, ose në raport në rrafshin personal. Kështu, e shoh që një është sistemi kulturor i cili na ka pengu në shtat për me u shpreh, me komuniku mbi ndjenjat tona, mbi mënyrën se çysh na i shohëm, si më thonë, situatat sociokulturore, për të njëjtën kohë edhe ndoshta me botim publike. Edhe krejt që to mas ne kur përthëkohen, janë një dëshmi e madhe që meshkujt e kanë shumë problem për me kërku ndihmë, ndoshta se sa gjinia kundërtëse vajzat e gratë në këtë rast. Po, shumë e kuptueshme, domethënë për shkak të pritshmërive shoqërore që pritet që një mashkull me qenë i fortë, mos me shpreh shumë emocione, ajo mandej ndikon normalisht te individi që i akumulon ato emocione dhe patjetër që i përjeton në mënyrë jo të përshtatshme dhe që pengon ndoshta funksionimin e nevojave dhe detyrimeve që ka në përditshmëri. Për juve Adriatik personalisht, sa ndihesh ti i lirshëm me i nda emocionet e tua ose ato momentet kur ndihesh ndoshta më i dobët emocionalisht? Unë vi prej një fshatit vogël në Lipjan, që quhet Dëbraja e Madhe, edhe atje normalisht që fshatrat tonë në përgjithësi janë më konservator. Edhe diskutimi për shëndetin mendor ani pse preket në pika të ndryshme, mirë po jo si tërsi, nuk është diskutuar asnjëherë, ose të paktën ka shumë pak informacia në raport me këto. Të e lidh mas ne edhe në rrafshin personal, prapë në shkolla nuk është që kemi pas në farë diskutimin konstruktiv sa i përket rolit të psikologët ose rolit të shëndetit mendor, mandej në shkollën e mesme po. Një problem tjetër është që në rrafshin personal është pak problem për me identifiku cili është ndoshta si me thonë problemi kyç me cilin do na më marrë qitash. Ndoshta edhe për shkak të raportit të luftës të cilën vetë kemi kalu, i ka dhënë një lloj shtytje më të madhe emocionale për mi shpreh, si me thonë, problematikat me cilat vetë përballemi ose përballna në këtë rast. Unë shkoj në terapi, jo gjithherë, fatkeqësisht nuk është që e menaxhoj kohën aq mirë për me u koordinu në raport të terapisë, dhe besoj që kjo i ka dhënë goxha shumë, si me thonë, motiv ndoshta pjesës teme emocionale për më shpreh më shumë tek të tjerë, në një rrafsh ndoshta më të përthekuar, kështu, po në tërësi ende ekziston një stigme madhe për ata që vetë i shpërfaqin kështu problemet e tyre të shëndetit mendor, qofshin ato bazike ose qofshin ato probleme edhe më thella. Po, pra mungesa e informacionit, mungesa e psikoedukimit, duke pas parasysh që jemi shtat shumë i ri dhe ende ekziston të disa qasja konservatore dhe ndoshta mendësia e tillë e bën më të vështirë që të rinjt me pas të lehtë që me i nda ndjenjat edhe nevojat, emocionet kur ata ndihen kaq. Ti e përmendet që shkon në terapi,
që është shumë pozitive dhe diçka shumë e mirë, diku tjetër ku e gjen veten që drejtohesh kur ndihesh kaq? Zakonisht një prej formave të mia kështu të menaxhimit është që e gjuj vetën diku në punë, është prej familjes, fatmirësisht kam pas një sistem goxha të mirë, kjo më ka leju asnjë me pas një kontrollim ndoshta më të mirë emocional, po pëlqem asnjë me e ka goxha një farë efekti të rëndësishëm te unë, ose të paktën krejt ato që e menoj me e shkru, mënyrë që si me thonë, me i koordinu që ato mendimet të shumta që vinë herë pas herë. Do më thonë e përmendet që ti fatmirësisht fal njohurive që ke edhe përvojave, pjesës profesionale që ke kaluar, ka ndihmuar që këto me i kthy në diçka produktive, në momentet kur ti ndoshta ndihesh më i dobët emocionalisht, angazhon veten më shumë, që ndoshta edhe mos me pas shumë kohë me menduar atë pjesë, po që me reflektuar në diçka pozitive dhe me mundu me balancuar gjendjen emocionale. Pikërisht, tash prap të kthy në rrafshin personal, koordinimi i shumë punëve të jep një farë mundësie për mos me mendu ndoshta një çështje të caktuar me cilën je të përballë, qoftë ajo për shembull humbja një personi ose humbja një pozicioni të punës ose dështimi i diçkaje. Mendoj që ato teknikat të cilat vetëse u përmendan pak më herët, për shembull që çështja e shkrimit, mendoj që jo vetëm unë, mirë po ju ndihmon shumë trimve, mirë po edhe jo vetëm, për shkak që thjesht shtjellimi i problematikës të cilën e ki në një fletore ose në një fletë të caktuar, besoj që ajo me një formës e tjetër nështë ta reduktu nivelin e ankthit ose stresit ose çfarë që vetëse jetu të e ndi, për mu është kjo. Ti përmendë shumë teknika, reflektime dhe metodat ndryshme që edhe gjithashtu ne si profesionistë edhe i rekomandojmë tek personat që kanë vështirësi, madje janë të vërtetuar shkencarisht që kur e sheh problemin tënd në një fletë, mundesh me pa edhe me një pikpamje tjetër, me një çështje tjetër edhe me i ofru vetes sadopak ndihmë. Por varet në çfarë niveli jemi, sepse nëse ajo ka kaluar në një shkallë shumë të lartë, normalisht nuk mundem me i dhënë vetes ndihmën e nevojshme, kështu që patjetër është mu drejtu tek profesionistë shëndetit mendor. Me që përmendet që keni marrë vizita psikoterapeutike dhe ndihmë tek profesionistë të shëndetit mendor, në cilën fazë keni qenë jo kur keni kuptuar se keni nevojë për të shkuar atje dhe keni pas që i keni tregu dikujt ose jeni ndiej paragjykuar që ndoshta mos ta kuptojnë edhe ta kaloj atë fazë? Realisht, se përket psikoterapisë në tërësi, e kam ndi shumë të nevojshme për me shku në psikoterapi, thjesht për me i qartësu ndoshta mendimet cilat i kam edhe për mos me pas që të farlej intensitetit të mendimeve, që në moshën të cilën ekzistoj, është goxha e natyrshme për me pas krizë ekzistencialiste. Edhe me qenë se kam pas shumë aktivitete të ndryshme në të njëjtën kohë, e kam pas shumë të vështirë për me u përcaktu diku. Edhe një prej rrugëve për me, si me thonë, për me zgjidh këtë tukshin e mendimeve, ka qenë psikoterapia. Prej familjes është prit shumë mirë si vendim. Ti je me fat që gjendesh në një frymë familjare të atill që ke përkraje dhe mirëkuptim për vendime të tilla dhe patjetër që ta të i kalosh ato sfidë. Mendon që ndikon edhe mosha në pikpamjet edhe në mënyrën se si i shohim gjërat edhe sa mendon që dallon tek mosha më e vjetër edhe tash tek prindrit më të rinj, themi? Padyshim, mosha është element goxha i rëndësishëm në raport me secilën situatë. Mirë po të njëjtën kohë edhe personaliteti. Pra, prindët e mi e kanë nivelin e hapjes goxha të lartë, edhe janë të gatshëm për me trajtu çështje të tilla, për me diskutu, ani pse ndodhin këto ndeshjet
mes gjeneratave. Patjetër që ka shumë faktorë që përmend edhe personalitetin, sepse mendojnë që ndonjëherë mosha nuk mjafton. Shoh sot në përvojën time profesionale që edhe shumë prind të rinj hasen me këto probleme, me këto paragjykime, edhe që vazhdojnë të kultivojnë atë frymën konservatore, që ndoshta janë rrit në atë familje, por që nuk kanë arrit ta ndryshojnë ose ta vetësojnë për vete dhe për fëmijët e tyre në vazhdim. Ndoshta këtu ka shumë faktor, pajtona plotësisht, mirë po një rol shumë i madh e keni ju, do të thonë si psikolog, si profesionalist të shëndetit mendor, e që mendoj ajo që çka është e nevojshme për me u realizu, janë fushata në nivel më të lartë, shoqëror, në nivel nacional. Vetë se i përmende disa faktorë që kishin me ndiku në ngritjen e vetdijes kolektive, çka mendon se do duhet bënim ne më shumë si psikolog për të fituar më tepër besimin edhe atë sigurinë tek të rinjt edhe tek shoqëria në përgjithësi. Po besoj që fushatat e ndryshme në raport të promovimit të shëndetit mendor kishin me ndiku gëzja shumë. Qysh kish me ndiku është që në tetor vetë se është muaj i promovimit të shëndetit mendor, të paktën të organizohet në nivel kombëtar diçka e cila mundet me ndiku në një formë ose tjetër në promovimin e shëndetit mendor. Normalisht kujdesi për shëndetin mendor fatkeqësisht po e përmendit që konsiderohet si luks në Kosovë që s'është. Për shkak që një qysh i trajtojnë problemet fizike, që po dione gishtin e prerë ose ndaj problem tek këmbët e tua, ti duhet me trajtu edhe problemet e shëndetit mendor. Po ti shumë mirë i përmendet disa simptoma fizike ose probleme fizike që ne mund t'i shohim edhe i trajtojmë ato me njëherë. Mirë po, vështirësia tjetër edhe kompleksiteti tjetër të kjo fushë është që këto simptoma nuk nuk shihen edhe duke mos i pa ne mendojmë që nuk ekzistojnë, mirë po ato reflektojnë në sjelljen tonë, në raport me të tjerët, në rrjetin social, me familjen, në dashuri, në çdo aspekt të jetës. Unë besoj fuqishëm që njerëzit e kanë një potencial në brata. Edhe terapinë e shoh si një lloj rrugtimi për me arrit deri tek potenciali i cili vetë se zotron personi, kështu që çfarë lloj problemi të cilët të rinjt në përgjithësi e kanë, i kisha këshillu shumë që me pas të paktën ndaj eksperiencë në terapi dhe mandej me pas të çfarë lloj efekti realisht ka. Edhe terapia prej asaj që unë di është rrugtim mbi cilin ti gjithherë ke me gjetë diçka tek vetja, edhe shumë e rëndësishme për me njoh veten për me pas një rezultat të kënaqshëm në raport me veten në aspektin interpersonal, ndërsa edhe ato ndërpersonal me të tjerë. Kjo është edhe qëllimi i psikoterapisë. Psikoterapia në veçanti është shumë e ndihshme si proces, kanë me hap shumë aspekte që ndoshta klienti nuk e mendon. Mirë po që zgjidhja është gjithmonë tek klienti dhe jo te terapiste. Në përqindje më të madhe të suksesit ka klienti në dorë, mandej terapisti është aty për t'i zgjidhë ato dilemat, ato konfuzionet që mund t'i ketë personi, mirë po që gatishmërinë edhe vendimin edhe atë procesin mandej e ka të rezultatet e ka në dorë klienti. Ishte shumë kënaqësi me nda këto tema bashkë, rreth shëndetit mendor, njohuritë e tua, përvojat e tua si i ri, edhe shumë faleminderit që ke qenë pjesë e ime. Faleminderit shumë edhe juve, po besoj që ke një bisedë goxha konstruktive edhe po ta shumë dëshirë me qenë këto e fatmirësisht që jam. Faleminderit.